Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, përshëndetje i dërguar mbi mësjetëve në njerëzimit profetin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ky namaz që ne falem është shtylla e dytë e Islamit. Është urdhër që Zoti i gjithësisë ka urdhëruar me të edhe profetët tjerë para Muhamedit alayhis salam. Është shkak që nëse njeriu i fal këto 5 vakte, hyn në xhenet, i premtohet xheneti. Allahu subhanahu wa taala përmend në Kur'an për Ibrahimin alayhis salam. Tregon ngjarjen e tij pasi ai vendosi familjen e tij në Mekë. Çfarë thot? Rabbana li yuqimu s-salah. O Zot, që ta falin namazin. Më pas Zoti i gjithësisë përmend për pasardhësit e tij, Ishakun edhe Jakubin. Të dy përmend për çështjen e namazit. Përmend për Ismailin. E përmend çështjen e namazit. Kur vjen më pas profet tjetër Musa alayhis salam, momentin që i erdhi shpallja, e urdhëron Allahu i lartësuar, pra i tregon Zoti i gjithësisë, i thot: "Wa ana khtartuka fastami' lima yuha." Do të unë kam përzgjedh ty pranaj dëgjoj thot atë që të shpallet. Çfarë i thot? Unë thot jam Allahu, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç meje, ma adhuro mua dhe fale namazin. Pas pra tauhidit, me njëherë vjen urdhri fale namazin. Dhe kjo është urdhri që erdhi Musait alayhis salam. Vjen pastaj profetët tjerë për gjithë Zoti i gjithësisë, për shembull vjen ke Shuaibi. Shkoja e ftoi popullin e vet, ishin idhujtar, ishin njerëz që hanin peshore. I ftoi që të adhuronin Allahun e lartësuar, than, a ky namaz than të urdhëron ty pra që ta lejmë si thon këtë rrugë? Pse? Sepse e shihnin Shuaibin që ishte një pra çështjen kryesore që ai krynte, që vinte në dukje ke ata, ishte namazi që ai krynte. Edhe ata i thanë, a namazi pra të bëhet, është ai që të urdhëron ty për këtë? Nëse do të vim ke profetët tjerë, për shembull Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ishte pra duke u falur në mihrab. Ashtu edhe profeti jon Muhamedi alayhis salam ndoqi këtë rrugë profetëve para tij. Përmendet në një hadith që është tek Musnedi Imam Ahmedit, po ashtu Ebu Daudi, përmendet se i vjen Xhibrili dhe i mëson profetit sallallahu alaihi wasallam namazin, kohët e namazit. Ja tregon pra gjitha namazet, drekën, ikindin, ditën e parë u fal në fillim të kohës. Ditën e dytë u fal në fundin e kohës. Në fund çfarë i tha? Këto janë edhe kohët e profetëve para teje. Ky namaz që ne falim, pra është e njëjta kohë që faleshin edhe profetët para Muhamedit alayhis salatu wassalam, e kjo tregon që kjo rrugë është e njëjtë. Adhurimi i Allahut të lartësuar është i njëjtë, si për ne edhe për profetët para nesh, pra është një fe. I njëjti namaz, i njëjtat kohë, i njëjti Zot që adhurojnë, e kjo është e rrugë me cilën fitohet edhe xheneti. E lutem Zotin e gjithësisë të na bëjë për atyre që i kushtojmë rëndësi namazit, e të bëhet shkak namazi që fitojmë xhenetin e Allahut të lartësuar. Allahu shpëtoftë.